E fatkeqësisht nanat të cilat ankohen për fëmijët e tyre sa janë sa të dush. Allah runa. E beson që pe fjalëve të para që ja them për hir të Allahut për zot Zotit më së nëmë vlat. Se që kokët të hjekti pe vladit të në me bo me nëmë, kur ditën e vetaj nuk ka me pa. Më së nëmë. Se bëllë ka më nëzanë edhe pena më të heqë. Bëllë ka më nëzanë gjënahi ytë që atë pas ka bëjë vladi edhe që pa nëmë. Nga se nuk ka kush me të nëmë prindi për me të nëzanë belaja me të dënu i madhe zëtë. E Allah i madhruar dy lloje gjënahesh, zullumesh, pa drejtësi i dënën këtë dynja para se me i dënu në ahiret. U a përshpejton një pjesë të dënimit në këtë dynja para se mja shiju dënimin në ahiret. Në nëqmime mësë respekti i prindrit edhe zullumin që a bën tjetërit. Andaj shikoje në praktik një njeri i cili bën zullum prindërve, veç bën sabër këqoj që a i bën zotë atina. O ja kthejnë e vlatë të vetë, o ja që Zotin do një mënyrë tjetër. Hala patik. Dhe shikaj i cili bën zullum njerëzve, sa është në kalje, sa është i fort. E kësa i harën që gjë nuk harën gjithë në kalje, zbret në tokë e herë, ndikur. Vetë shikaj që i bën Zoti herë do kur. Pse me në mnana e vladin? Jema ka dhe zemrën, po pashan e zat, po ta ka dhe vladë e zemrën, po të më zena. Sepse s'mundesh me pa vladin tënë ka dënohet. Nuk mundesh me pa. E sa nana ne me vladin e harën që ka nem. Por i është shënu në qilë, ka qëllu në kohën kër pranohet doaja, dhe mas 20 viteve, 30 viteve, nana plaket, e nëzën të akserati belaja e vlatin. Rezultat pasoj e kujt, e doa së nanës. E kush e vunë mas shumë ti, nana pet e vunë. Kër ta shë djallin gjendje t'il. Andaj më se ne me vladin edhe në saj qëtë për shpisë. Por thojo, birë Allahu me t'i proft. Allahu me t'i proft se ti me nuk ki.